Të dashur dëgjues të Radio Maris, qof lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë së dielës së dytë të Kreshmeve, cikli A. Leximin e parë lexon Lindita Çuni. Psalmin Gjergj Dushmani. Leximin e dytë Monika Jana Dushmani. Ndërsa Ungjillin motor Irenea Lekaj. Komentin e Ungjillit e bën Dom Simo Luliç. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Zanafillës. Zoti i tha Abrahamit: "Dil prej vendit tënd dhe prej vllazërisë sate, e prej shtëpisë së babait tënd në drejtim të një vendi që do të ta tregoj. Prej te do të bëj një popull të madh dhe do të bekoj. Do të baj të madh emrin tënd. Ti do të jesh bekimi. Do t'i bekoj ata që do të bekojnë ty. Do t'i mallkoj ata që do të mallkojnë ty. Në ty do të bekohen të gjitha fiset e tokës." Atëherë Abrahami u nis sikur se i kishte urdhëruar Zoti, dhe me të shkoi edhe Loti. Abrahami kishte 75 vjet, kur u qua prej Haranit. Fjala e Zotit. Falenderojmë Hyun. Na jep, o Zot, mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. E drejtë është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tija me besë. E do drejtësinë e gjyqim, plot është toka me mirësinë e Zotit. Na jep, o Zot, mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. Që sytë e Zotit janë mbi ata që e ndruajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për t'i shpëtuar nga vdekja, për t'i ushqyer në kohën e orisë. Na jep, o Zot, mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. Shpirti i ynë shpreson në Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Na jep, o Zot, mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostoll drejtuar Timoteut. Fort i dashur, mos të vi marrë ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosrin e tij, por hiq keq bashkë me mua për Ungjill, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit, i cili na shëlboi dhe na grishi me thirrje të shejtë, jo në saje të veprave tona, por në saje të vullnetit të vet dhe të hirit, që na u dha qysh prej amshimit në Jezu Krishtin, dhe u dëftua tani me ardhjen e shëlbuesit ton Jezu Krishtit. Ky e asgjësoi vdekjen dhe bëri të shndris jeta dhe pa vdekësia me anë të Ungjillit. Fjala e Zotit. Falenderojmë Hyun. Lavdi ty, o Krisht, mbret i lavdisë së amshuar. Prej rreth që s'këlqente u dëgjua një zë. Ky është biri im, atë dëgjojeni. Lavdi ty, o Krisht, mbret i lavdisë së amshuar. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi i mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vllajën e tij, e i çoi në vetmi në një mal të lartë. Atëherë u shndrua ndër sytë e tyre. Fytyra i shkëlqeu por si dielli, e petkat ju bën të bardha por si drita. Dhe ja, atyre u duken Mojsiu dhe Elia e flisnin me të. Atëherë Pjetri i tha Jezusit: "Zotëri, është mirë për ne të rrim këtu. Nëse do ti po i ngre këtu 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin."
E ende e pa i kryer fjalen, ja e mbuloi një re e shëndritshme dhe u dëgjua një zën nga reja që tha: "Ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër, atë dëgjoni." Nxënësit posa e dëgjuan këtë zë, ranë me fytyrë për dhe e u tremben për së tepërmi. Jezusi u afrua, i preku e tha: "Qohuni e mos u trembni." Ata kur i quan syt, s'pan tjetër kënd përveç Jezusit vetëm. Ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi: "Mos i tregoni askujt çka pat, para se biri i njeriut të ngjallet prej së vdekuri." Fjala e Zotit. Na ke krijuar për vete, o Zot, dhe zemra jonë nuk gjen rehati deri që të mos pushoj në ty. Kështu thoshte Shën Agostini në një shkrim të tij, derisa kujtonte vitet e rinisë vet. Njeriu shkon andej e këndej, kërkon vendin e vet në botë, mundohet të arrijë sukses e të ngritet, ndonjëherë gjen sukses, e ndonjëherë pson disfata, por do të gjej qetësi të shpirtit atëherë kur të arrijë të zbuloj Zotin dhe ta pranoj atë si në sukses, si në disfata. Atëherë kur ta marrë vesh cili është vullneti i tij dhe ta zbatoj. Nuk ka bekim më të madh se të pranohet Zoti, se të pranohet bekimi i tij. Nuk ka bekim i madh kur fal këtij pranimi të Zotit dhe të bekimit të tij, të jenë të bekuar edhe ata që kam përreth. Ky është thelbi i porosisë së liturgjisë së sotme. Do ta gjejmë dhe ta zbulojmë bekimin e Zotit. Do ta pranojmë bekimin e Zotit. Do të bëhemi bekim për tjerë. Në leximin e parë të sotshëm, kështu i thot Zoti Abrahamit: "Dil prej vendit tënd dhe prej vllazërisë sate e prej shtëpisë së babait tënd në drejtim të një vendi që do ta tregoj." Zoti i tregon rrugët e jetës sonë, e zbulon vullnetin e tij. Njeriu do t'jeti i gatshëm dhe i lirë të dalë, të mos rri në një vend, të ecë përpara, se ndryshe shkon mbrapa. Ai duhet t'jeti i gatshëm të pranojë çka Zoti ka përgatitur për të. Në një aforizëm të njohur, Shën Agostini thoshte pra se nëse nuk përparon, njeriu zakonisht mbetet i prapambetur. Këtë diele të dy të kreshmeve, liturgjia e ditës na fton të meditojmë mbi ungjillin e shndrimit të Krishtit, siç e përshkruan Shën Mateu në ungjillin e tij, te kapitulli 17. Mateu tregon se Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin dhe i çoi në vetmi në një mal të lartë. Skena, pra, është e veçantë. Këta tre apostoj, të tre peshkatarë, merren për Jezusit në mal, në një vend ku zakonisht nuk janë mësuar të shkojnë, ku shkonin shumë rrallë. Këta të tre ishin të mësuar me liçe e me peshkim, jo me krepat maleve. Jezusi i fton të hiqen prej liçenit, të largohen prej të përditshmes, të provojnë të tërhiqen në vetmi, në heshtje, dhe të rrinë bashkë me të. Kjo është një prej karakteristikave kryesore të kohës së kreshmeve. Krishti na thret të kalojmë kohë me të, të rrimë vetë për vetë me të, në lutje, në jetët tona, në shejtnin e jetës së përditshme. Koha e kreshmeve është për ne si ky mal i lartë, ku na fton Jezusi të shkojmë. Në mal dëgjohen zhurmat e natyrës, por dëgjohen mirë edhe rrahjet e zemrës prej lodhjes së ecjes. Në qetësinë që mali Tabor simbolizon, dëgjohet më mirë se askund zëri i Jezusit, shijohet në mënyrë të plot prania e tij. Mund të nxjerrin disa mësime prej kësaj skene, por unë po marr 3 prej tyre. Mësimi i parë: se cili njeri ka nevojë ta kërkoj Krishtin, të qëndroj vetë për vetë me të, ta shijoj praninë e tij. Një gjë të tillë, vrulli i jetës së përditshme nuk e mundson. Mësimi i dytë:
Është e nevojshme që t'i dëgjojmë rrahjet e zemrës sonë, të shohim cilat janë dëshirat e saja. Ku gjen ajo pushim? Cilat gjëra e lodhin më së shumti? Cilat janë ëndrat që e shtyjnë, frikat që e shtjen në ankth? Dhe njëherë mundohemi t'i mbulojmë shurmat që ndjejmë në zemër, sepse kemi frikë të përballemi me to, kemi frikë t'i pranojmë, por është gabim të mos vlerësohen dëshirat e saja, të mos dallohen tendencat e zemrës, e të mos shtjellohen arsyet e frikave që grumbullohen brenda saj. Së treti, kemi nevojë të rrimë vetëm për vetëm me Krishtin. Prania e 3 apostujve me Jezusin në mal është një skenë e bukur e tyre në prani të Krishtit. Shën Mateu thot se aty u duken Mojsiu dhe Elia. Dukja e këtyre dy personazheve të beslidhjes së vjetër, Mojsiut dhe Eliz, për krah Jezusit ka disa domethënie. Mojsiu përfaqëson ligjin, kurse Elia profetët. Domethënia e diskutimit të tyre me Jezusin, pra të dy personazheve më të rëndësishëm të beslidhjes së vjetër, nga ana teologjike është e qartë. Jezusi, duke dialoguar me ta, plotson dhe përsos krejt mësimin e Shkrimit Shenjtë, si të ligjit, si të profetëve. Në Krishtin zbulohet përfundimisht plani i hyjit për gjini njerëzore. Në Krishtin përmblidhen të gjitha mësimet e Shkrimit Shenjtë. Thot Shën Mateu se Mojsiu dhe Elia erdhen dhe po flisnin me të. Këtu kemi një përkim të plot të beslidhjes së vjetër me të ren. Bile duket se Mojsiu dhe Elia po ja lën rrallën beslidhjes së re, në të cilën do të plotësohet beslidhja e re dhe amshueshme nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit. Shndrimi i Jezusit nuk është i lehtë të shpjegohet nga ana teologjike. Shumica e studiosve konsiderojnë këtë skenë si një prej mistereve të mëdha të jetës së tij. Shën Mateu bën një shënim që duhet vlerësuar. Thot se fytyra e tij shkëlqeu si dielli. Fytyra e tij pra është burim drite, është ai vetë burim lavdije, është ai dielli që shtën çdo njeri. Reja që i mbulon të pranishmit është shenjë e pranisë së lavdisë së Zotit atë, dhe Zoti, edhe njëherë pas pagëzimit, e shpall Jezusin birë të tij dhe jep urdhër të dëgjohet ai. Vetëm Jezusi duhet dëgjuar pra, vetëm mësimi i tij. Ai është Mesia, që shtrit çdo njeri, ai është biri që afron tek Ati. Nuk ka shëlbim pa pranimin e Krishtit. Na takon të mendojmë në prani të kujt qëndrojmë, fjalën e kujt dëgjojmë. Në këtë diell të dy të kreshmeve jemi të ftuar të shndritemi prej dritës së Krishtit dhe të vihemi krejtësisht në praninë e Zotit. Kjo pjesë na kujton edhe një mësim thelbësor të fesë. Jezusi si plotësuesi i ligjit dhe i profetëve është Mesia eskatologjik. Kjo shprehje një fije vështirë, Mesia eskatologjik, ka një shpjegim të lehtë. Kjo do të thonë se ai ka ardhur në botë për të udhëruar të gjithëve jetën e pasosur. Ne të gjithëve na ka falë Zoti që ta trashëgojmë jetën e pasosur. Kjo është një prej simbolikave kryesore të shndriturit të fytyrës së Krishtit tek tregimi i Ungjillit të sotshëm. Ashtu si apostujt janë shndritur prej fytyrës së Krishtit, ashtu të gjithë do të kundrojmë fytyrën e Atit në amshim. Pas largimit të Mojsiut dhe Eliz, Jezusi u prin apostujve të ulen prej malit. Në shembullin e Jezusit, ata do të shndrohen, feja e tyre në Krishtin do të forcohet. Vullneti i tyre të rinë Krishtit besnik do të forcohet gjithashtu. Ta lutim Zotin të na ndihmojë të rrim afër Krishtit gjithmonë në jetë, ta shijojmë praninë e tij, të ushqehemi me fjalën e tij që si dielli i jep dritë jetës sonë.
Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet së dielës së dytë të kohës gjatë kreshmeve cikli A. Me ju ishin Lindita Çuni, Gjergj Dushmani, Monika Jana Dushmani dhe motori Renea Lekaj, ndërsa komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Simo Luluiç. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qof lëvduar Jezu Krishti.